Unë e di që fjala e Perëndis është e vërtet dhe se ai ndryshon jetë. Dhe ai të jep një jetë që ja vlen të jetohet. Ju mund ta njihni Joyce Meyer nga librat e saj, nga programi televiziv Shijoj jetën ose nga programi i saj radiofonik. Por a e dini se shërbesa e Joyce Meyer është duke arritur me ungjillin një botë që lëngon? Është duke plotësuar nevoja fizike si uria, kujdesi mjekësor, ndihmë në katastrofa natyrore, shpëtimin e viktimave të trafikimit njerëzor. E më shumë se kaq, kjo pjesë e shërbesës së Joyce Meyer quhet Dora e Shpresës dhe është financuar nga miq dhe partnerët tanë. Kohë më parë, mami dhe babi kuptuan se Bibla është e mbushur me urdhërime dhe se duhet të kujdesemi për të varfrit. Kudo flitet për të vizituar ata që janë në burg, për të ushqyer të uriturit, për të kujdesur për të panjohurit dhe për të kujdesur për të vejat dhe jetimët. Kështu që ne përpiqemi që ta bëjmë këtë gjë dhe ndërsa shohim që shërbesa rritet, ne mund të bëjmë gjëra akoma dhe më të mëdha. Ne kemi projekte humanitare kudo rreth e qark botës. Ja ku jemi në Haiti, Në Selanik në Greqi, Në Afrikë, Lumi Kongo, në qytetin El Penon. këtu në Amerikë. Është e mrekullueshme të mund të ushqesh fëmijët rreth e qark botës. Kam një pikë synim dhe dëshirë që të vazhdojmë të ushqejmë gjithnjë më shumë. Një vakt për këta fëmijë do të thotë mbijetesë. Ky shërbim i drekës pas shkolle shërben për afërsisht 90 deri në 1000 vakte të ngrohta në vit. Këtë autobus ku jam ulur, shërbesa e bleu për të ushqyer fëmijët që jetojnë në grumujt e prerave. Një program ushqimi në këtë fshat për fan dhe shumë fëmijë të tjerë si ajo. A duket i mirë? Jam në Tajland, në njërin nga shtëpitë e fëmijëve. Mund të ushqesh, strehosh dhe edukosh një fëmijë. Me ndihmën e partnerëve kemi hapur 15 jetimore të ndryshme. Me ndihmën e tyre kemi mundur të ndërtojmë këtë pus këtu në Sri Lanka. Në Haiti ndjen nevojën e dëshpëruar. Kujdesi mjekësor këtu në Kosovë. Jam në spitalin Kurues në Malawi, Afrikë. Një radhë gjate atyre që presin të takohen me doktorët dhe infermierët tanë. Shumë doktor dhe mjek kanë ofruar vullnetarisht kohën e tyre. Më pëlqen shumë mënyra se si kemi kombinuar kujdesi mjekësor me atë dentar. Jemi në Somers Point të New Jersey. Sot jemi në Japan, Missouri. jemi këtu në Haiti, në fshat, dhe do të vendosim njerëzit në shtëpitë e reja që u kemi ndërtuar. Era ishte kaq e furishme, ishte e tmerrshme. Rreth 150 janë vrarë, mijëra të tjerë kanë mbetur të pastre. Këtu në Zimbabwe kemi mundur të ndajmë 2000 çanta në një burg. Nuk e keni idenë se sa jetë shpëtoni, duke ardhur dhe duke treguar dashuri. Trafikimi i grave është kthyer në skllavërimin modern. Ne kemi punuar në pjesë ndryshme të botës për të siguruar një vend këtyre grave që ato të largohen nga ajo mënyrë jetese dhe t'i kthehen jetës normale. Ky projekt drejtohet nga Perëndia. Ai ndryshon jetët me anë të projektit të shpresës. Ti mund të ndryshosh, mund të shërohesh, mund të mbijetosh. Kjo vajzë e vogël në moshën 10 vjeçare ka shpëtuar vetë nga trafikimi për qëllime seksuale. Ajo jetonte në rrugë duke u bërë çdo ditë pre e bandave që endeshin vërdall për të rrëmbyer fëmijët e për të dërguar ato jashtë shtetit. Ajo arriti të shpëtonte nga duart e tyre dhe erdhi te kjo tenda që shihni pas meje, ku ne ushqejmë fëmijët dhe na kërkojnë mbrojtje. Ne kemi arritur të sigurojmë asaj ushqim çdo ditë dhe të japim sa do pak siguri, e ta ndihmojmë me çdo mënyrë që kemi mundësi. I flasim për Krishtin, i japim shumë dashuri, sepse është një vajzë vërtet e jashtëzakonshme. Ndërsa udhëtojmë në mbar botën, takojmë shumë fëmijë të mrekullueshëm që kanë qenë dëshpërimisht në nevojë dhe jemi shumë të lumtur që kemi mundur t'i ndihmojmë. Sot ne jemi në Tajland dhe ky djalë i vogël quhet Somded. Ai ka kaluar gjëra shumë tragjike në jetën e tij, por lavdi Perëndis përmes ndihmës suaj, ai tani jeton në shtëpinë e fëmijëve këtu dhe jeta e tij ka ndryshuar shumë. Prindrit e tij vdiqën kur ai ishte 6 vjeç në një aksident me makinë. Kur e gjetëm dhe e sollëm këtu, ai vuante nga një infeksion shumë i rëndë në vesh, që i shkaktoi humbje të dëgjimit dhe shumë probleme të tjera me veshët. Ai mori mjekim për 2 vjet për veshët dhe lavdi Perëndis tani dëgjon shumë mirë.
Ndaj, ne ju falenderojmë shumë që na ndihmoni për të ndërtuar shtëpi për Somdedin dhe për vajza e djemë të tjerë në të gjithë botën. Tu flasim njerëzve për Krishtin dhe t'i duam ata. Është e vërtetë se me kaq shumë nevoja sa ka në botë, ky duket si një mision i pamundur. E ndoshta mund të pyesni veten se si mund sillni ndonjë ndryshim. Përgjigjja është po. Kjo duket shumë qartë çdo ditë. Në punën që bën Dora e Shpresës, shërbesa e Joyce Meyer, një i rritur, një fëmijë në të njëjtën kohë.